Këtu sot dhe të konfirmoj një bashkëpunim të shkëlqyer, siç u bë me dije ditën e djeshme dhe sot herët në mëngjes, Policia e Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme dhe strukturat vendore të disa qarqeve janë përfshirë në një operacion të ekzekutimit masave të sigurimit të gjykatës së posaçme në drejtimin e dy prokurorëve të cilët gjej rastin t'i falenderoj. Dhe për të përmendur për masat e këtij operacioni, duhet konfirmoj numrin e punonjësve të policisë të përfshirë në këtë operacion, që kanë qenë rreth 349 punonjës policie, e kuptojnë për masat zyrtare që ka pasur ky operacion, dhe gjej momentin t'i falenderoj gjithë punonjësit e përfshirë për integritetin dhe për kushtimin e treguar. Në operacion janë përfshirë disa strukturat policisë shtetit, Drejtoria e Forcës Posaçme Operacionale, Drejtoria kundër krimit organizuar, Forcat e Sigurisë Kombëtare dhe padyshim reparti jon special elit njësia Renea. Në këtë rastin konfirmoj vendosmërinë e policisë shtetit për të goditur krimin organizuar, i cili është edhe një prioritet qeveritar i cili na është përcjellur nëpërmjet Ministrisë së Brendshme. Faleminderit. Faleminderit, drejtor.